Shqipëria dhe Italia kanë firmosur së fundmi marrëveshjen administrative që i hap rrugë zbatimit të saj dhe përfitimeve konkrete për pensionet për qytetarët shqiptar dhe italian, duke filluar nga muaji qershor i këtij viti. Marrëveshja është firmosur në Rom nga zëvendës Ministrja e Ekonomisë Olta Maniani dhe Ministrja e Punës dhe Politikave Sociale në Itali Marina Calderone. Lajmi është publikuar edhe në faqen zyrtare të këtij dikasteri italian. Marrëveshja për njojën e periudhave kontributive mes Shqipërisë dhe Italisë ju jep mundësinë emigrantëve shqiptar që të trajtohen me pension në Itali dhe në Shqipëri në të njëjtën kohë. Sipas shifrave zyrtare, janë rreth 500.000 shtetas shqiptar dhe rreth 4.000 shtetas italian, të cilët do të jenë përfitues të pensioneve në Itali dhe Shqipëri, ku do të sigurojnë bashkimin e periudhave kontributive duke bërë të mundur që asnjë vit pune të mos humbas. Për të marrë pension në Itali duhen minimalisht 20 vite pune, ndërsa në Shqipëri duhen minimalisht 15 vite. Me këtë marrëveshje, të gjithë ata që nuk plotësojnë kushtin minimal të viteve të punës kanë mundësi të përfitojnë sepse vitet e punës bashkohen. Ata që kanë 10 vite pune në Shqipëri e më pas emigruan dhe bën edhe 10 vite pune në Itali do të përfitojnë pension duke marrë 2 pensione, i pari nga Italia për aq vite pune që ata kanë atje dhe i dyti nga Shqipëria për vitet e punës që kanë bërë këtu. Qeveria Rama dhe ajo italiane e Melonit e nënshkruan më 6 shkurt të vitit 2024 marrëveshjen për njojën kontributive të sigurimeve shoqërore mes dy shteteve.